Pra të nderuar bashkëtarë, rikthehemi përsëri në studio mbas kësaj këngë me të cilën përshëndesim dhe i falenderojmë të dyja zonjat që ishin sot mysafire pjesëmarrëse këtu në programin ton, por siç thash, këtë program e kemi të ndarë në dy pjesë dhe pjesa tjetër do t'ja kushtojmë një mysafir i cili sapo ka erdhur në Australi. Pra vitet në fundet 90-tave, siç e dim, afro 1 milion kosovar shqiptar u larguan nga trojet e tyre. Ishin të përndjekur nga vatrat e tyre, nga një regjim mjaft makabër dhe gjetën strehim në shtetet fqinje, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, por shumë prej tyre, afro nja 4.000, gjetën strehim edhe këtu në Australi. Dhe pikërisht sot ne kemi këtu në studio një prej tyre i cili ka qenë këtu, apo jo, nuk e di, por bëhet fjalë për Baton Qorollin. Dëgjon, këtë email na ka dërguar Cezari vetëm disa ditë përpara dhe nuk dinjim shumë nga ju, si qysh, por unë e di se prindrit tuaj, babai tuaj ka qenë një prej tyre në Pakapanjo dhe në Bandiana, nëse nuk gaboj. Përshëndetje fillimisht dhe mirë se na vini në Australi për herë të parë. Po hera po në Australi, përshëndetje për gjithë komunitetin, përshëndetje për sezonin, hera ka qenë personi i parë që kem kontaktuar me të përmes emailit. Vetëm pak më. Po. Dhe si shtatë ju më parë, familja ka qenë po gjatë luftës Kosovë. Kemi qenë zbashkë mirë, po gjatë luftës kemi qenë ndarë. Unë kam qenë në Gjermani, ata në kamp edhe s'kem dëgjuar më për si unë datë, sepse është interesant kjo familjet. Po, ne jetëm unë jam për Ferizajt. Familjen në Ferizajt. Edhe tash ndodha jo dhuna si ka qenë në televizion, jo pak a shumë jeni po mirë, po ne kemë përjetuar ato kështu personalisht. Erdhën policia, ushtria thanë që me lëshu Kosovë, me lëshu shpinë këtë edhe thanë me dalë për Kosovës këtë, kështu që ne për në 30 se që në 30 kemë ofër, me thonë 50 metra për shpisë. Aty po me familje kemë qenë zbashët të këtë. Mi po qyshja të dore në kofe ndashin ato këtë, vinë Majzoni të nga dërgune, se ka Majzonia u hapë për me pranore fort gjatë edhe Shqipëria. Mi po kjo pjesë e Kosovë që është me Majzoni pjesa Rrofsh Duhaxhinit dërgëshin në Shqipëri. Edhe në Malzi pak a shumë ka pas. Edhe aty unë domë edhe mos këmë dëgju desa këmë shku në Gjermani. Sa vjeti kishit ju në atë kohë? Unë e këmë pas 23 vjetë në atë kohë. Okej. Po. Ka qenë baba, nona, ma dy vllazëria. Nona ka vdekë në 2005, baba është gjallë. Edhe kur gjë shkova në Gjermani kam pas dojnë atje, u lemrova të kryqë që kosh në mur, kjetë aki di kanë të ofert, edhe po të pëtërgoj për dojnë, kjetë ndrugën të dojnë, se nuk kjetë në regull. Të që ishin familje që pëndonë me këtë nuk diki. Dhe nuk e di një se kush as për kushëre se ka qenë, edhe kushëre në Australi kanë qenë këtu. Ka qenë për familjes tombë, do më thonë kështu, ka qenë familja ime, kushëret, një dhëndë rejoni ka qenë, ata ka qenë një pjesë në Tasmani, kanë qenë vendosë. E familja im ka qenë këtu në Melbourne, Viktori, shtetin Viktorisë, kopin Pakapanjo në Bandiana, në dyjat, por nuk e di sakt cilën ka qenë si tani në tjetërin. Edhe një natë tash koha është e ndryshme me Evropë, Australi, po më thirë doja, tha keni telefonat. Po, qona, po të mënu që në kush, të me shohin Gjermani, tash po, Gjermani më thirë, dikur më thirë ditin, jo, tash në 2-3 mes natë. Po, allo kështë është, jam tha... Këndjes që ju këthejmë prapë në këto momente, sepse, por është mirë që të dëgjojnë edhe bashkëtarët, sepse shumë nga këto raste duhet t'i tregojmë që t'i dëgjojnë se nuk janë raste të cilat duhet të harrohen. Edhe pse unë ju inkuaroj që të gjeni pak fuqi dhe edhe është një guxim i madh që sot vini sot këtu në Australi. Prind zamim. Mas sa kohë ndodhe kjo, Baton? Kjo ka ndodhur mas 2 muaj. Bas 2 muaj. Fal, siç s'ke ditë ti për ato dhe ato s'kan ditë për ty. Jo, kem qenë atë shputur kështu. Jo, gjallë, ne kemi një Frika më e madhe ka qenë nëse ju jeni gjallë dhe ato ishin gjallë. Gjallë Micis është i vdekur, është i zhdukur. Tash nuk di për ato është gjallë apo është i vdekur. Domethënë është nga ato që është akoma i zhdukur dhe nuk di. Akoma i zhdukur në 1500 persona ende zhdukur në Kosovë, tash nuk di apo janë të shpresojnë gjallë, po është shanset e vogla. Edhe për lajmët baba them në Australi. Unë e morë për në Austri. Po, tash ofër shumë, tash Austria, falni. Tash është ofër, tash mund me taku. Jo, tha Australi.
Thash, Australia, Austrisë, janë me ndryshimet aty. Po. Australia tha ketë, po është në Australi. Kërëm thash, s'kene më taku, tash më bëkur, se është diferencë tani, është kushtet, s'kesh më kërgjë. Mirë thaj, na ketë dhe natën e mirë, u gry kjo farë, ma beti, doja po pyta në sfjeta natën më, që më tha, shoba, thash, doja thash, po thëj në Australi, thash, më dyqysh s'po marrok. Tani thërën të nesit, pak më herët, e thajna në Melbourne, shteti Viktorisë, Melbourne, me një kamp pushtarak, edhe atë të në vëqycua pak, jeni mirë kjetha kjetë mirë, bileta pak a shumë, si në shako, dhe na mirë kjetha, ti që shje, të shumë në mirë, ka, jo, ato këtu në shako, kjetë ishë pas vendosë, ishë pas harru, ka shumë jek atje. Tani po të rikon që në kampin, do këtë pak kapaj në cilë të kanë, tash nuk jam i sigur cilë ka qenë një pore. Edhe po bisedojmë me ta këtë, tani gjëtë e turismo, edhe thash ta shimo në Kosovë, mo thash probleme pas një shumë, se është diferencë shumë e madhe, tash do të kuhe, kushte këtë janë më po për me më këthy. Baba të nga ka thonë që është prafërsisht për fillim, kemi informat që është si 3 mujore, një streje sigurt për refugjat nga Kosova. Mirë po tash do të shikojnë që është botë gjenda në Kosova, për stabilizut ajo, për tani po tha qëta na vëndetarë këna po paraqitë e marë, se i falëndërëm Australinë, shtetin, ketë, mirë po, tha shpinë e kjera në Kosovë, na më këtytë në Kosovë, edhe. Dhe më thënë ka qenë dëshira atyre, nuk është se ka qenë sforcimi i shtetit këto për të lënë Australinë. Jo, ka qenë dëshira atyre më këty vëndetarë në këty. Në këty vëndetarë, që stash, baba familje me ngusht, në atë kohë, edhe ka qenë këshërit tonë, gjëtim këtu vëndetarë shtë me dëshirë këty. Falë, ma sa kohësh u këthyn, sa qëndrua në Australi? E ata tani kanë qëndrua 3 muaj, kanë pas një fasi shtetë, se bi shtetë australian, që nuk është situatë endje gjendje mirë në Kosovë më këthy, se ka qenë ajo farë tregja forca sërbe, vendosje, forca ndërkombëtare aty edhe. Ata në këthym duket në tetor që nuk ka bëj. Duket në tetor, mezi tetorit. Dhe u takuat në Kosovë përsëri? Po, tani nuk ktheva, kur më lëm që nuk ktheva në Kosovë, edhe në shkova në Gjermani, u ktheva vëndetar, edhe u takuam tani në Kosovë, kështu mirë keq, vetëm që kjo është djali i Axhës, që është i zhdukur, rezultanti i zhdukur. Po sot ju pse jeni në Australi? Sot pse në Australi është porsi apo si thonë në gjuhën të shqiptar është amaneti i babës. Baba gjallë është, mama është e ka dëshime me unë Australi kështu vetë, mirë po unë pa mundësi tash se është procedurat viza janë janë shumë ndërlikune, shumë do të mos tinë ato detale. Edhe në aplikova për vizë, e mora vizën e erdha, e më tha me shku me komuniku me Komitetin Shqiptar, alo pa unis, gjë që edhe bëna ato, edhe më lemru ndërumbi që është këto Cezari Akupi. Ka prit shumë mirë, më ka informu shumë mirë, edhe kontakti ka qenë deri me tash jam këtu shumë i mirë. Çfarë ju kanë treguar prindrit dhe ata të tjerë që ishin në Australi për mikpritjen e Australisë në atë kohë, për qëndrimin që ishin gjatë asaj kohe në Australi? Gjatë qëndrimit tyre sa kanë qëndruar në Australi, prindit mirë po edhe të tjerë që kanë qëndruar këtu, pak a shumë që jam taku me ta, kena bisedu kështu shoqëri, kanë fjalët më të mirë që më njëri mi gjetë në fjallor me shprej për popullin australian, shtetin australian, posa që është edhe për Komitetin Shqiptar, që ka qenë ndihmë e madhe shumë. Sepse shumica e pyetëve s'kan fol gjuhën angleze, edhe po Komiteti Shqiptar ka qenë shumë dorë gjatë këtu në qëndrimit tonë këtu në Australi, me të gjitha nevojat që kanë pas populli këto refugjat kosovar. Mirë po shteti australian i ka marrë përsi për këtë, mirë po pa Komitetin Shqiptar, pa ka shumë të senë nuk kishim mujtë testin. Kështu që kanë dërguar për gjëra, kanë qëndruar në kamp, aty mirë po kampin e kanë pas gjatë kohës kanë qëndruar si shtëpitë tonë e dytën. Kanë pas komiteti ju ka fundim në çdo sen, si përkthime ke gjëra të tjera, po ashtu kanë pas vizita në për rrethin, Melbourne, mi kanë treguar fotografitë Melbourne, shtetin e Viktorisë. Jam kurioze, kanë pas lidhje, kanë pas mundësi të komunikojnë me shqiptarët e Australisë që jetonin këtu, apo në kampe nuk kanë qenë të lejushme të takosh njerëz të tjerë? Po. Ka qenë, si pas informatës, ka qenë të lejume, edhe shemë komuniteti me shku me vetë dëshirë, më lemru për mi ndimu. Po, për ndihma e kam parasysh, po... Po, kam pas shëshi, se baba është piktor, e ka hopën të ne ka pikturu këto, edhe
unë njoftume, si me shqiptarët të vendas, po do të thonë të qeni në Australi vendas, mirë po ka pasur shoqërime që kem pas kontakt deri në vitin 2007-2008 me dy australiane, gra australiane, Dennis Selex dhe Clara Persson kanë qenë dyat, me të cilat unë posa që vetë kum biseduar në telefon dhe kur më kalin djalë e parë në 2005 më ka dërguar paket për djalin këtu për Belçë, këtu fare përgatitet këtë dhe një shumë parash, simbolike për ndihmë, ka thonë se jeni në Kosovë dhe është pak situata si është fillimi i këtë, kështu që kum pas kontakt. Ndjesi e mirë me rujt këto kontakte. Shumë mirë, po prej atë vitit nuk kem më kanë nuk kontakt këtë. E kështu që tash pjesa por është me vizitu, si tash arsyeja kryesore është me vizitu kampet. Si këtë kampin Bendiana Baba kanë një farë guri ka vend, shem falënderimi për shtetin australian. Në gjuhën angleze është guri se komponë, mirë po fotografi është ç'ka treguar. Ka treguar këtë, mirë po tash mëse është kamp ushtarak, janë do procedura që si velet sonë... Cilat janë gjasat që të futemi atje? Jemi duke bërë ato përpjekjet, si që e përmendi Batoni, natyrisht, në kamp ushtarak janë protokolle kështu tjera, civilet zakonisht nuk pranojnë, por me qenë se historia këtë që është babajt të Batonit, po shpresojmë, po përpiqemi me intervenim me disa anëtarë të parlamentit, dhe po presim tani atë përgjigjen. Shpresojmë se mund të arrihet edhe kjo, sepse do të jetë një kujtim i mirë edhe për babajn tuaj. Për t'ia çuar babait. Po, amanet. Ne urojmë që ai vetë një ditë të kthehet. Ndonjë lojmë, po unë tregova, bisedova që isha para takime me Cezarin, kam kontakt me komitetin të përfaqësuesin e komitetit, kryetarin Cezarin. Tash tregova baba se unë vetë punoj në kamp aty ushtarak, edhe kam punuar me kampet ushtarake. Mi po e di që është... Do të thënë keni ndoshta kanë ndonjë gjuhë të përbashkët këta ushtarakë. Mi po në kamp ushtarak është familja e kompos kamp ushtarak atje në Kosovë, po ne përkthyesem për ushtrinë amerikane. E kam mirë po atje janë dha procedura që me bë paraprakisht një javë ose dy, për shembull, kam pas dy çuna të mi, informatat e tyre edhe arsye pse. Mi po ma aprovuan edhe si punëtor që punoj, kanë një vizitë 2-3 orë edhe po lejum, kështu që pak a shumë e kuptoj, edhe shpresoj që jo, po edhe nëse thojnë është përgjigja negative, i kuptoj, që është kamp ushtarak aty nuk kena çështje civilet. Mirë po tash, si sa Cezari, presim, shpresojmë. Një gjë tjetër interesant, Nizami, është që gjatë gjithë kësaj kohës ka punuar në për këto kampet, dhe faktikisht tani punon në këto kampet me amerikanët në veri, edhe afrimi ka qenë bashkë aty kur ndodhi kjo incidenti i Banskës, kur vra polici afrimi, që faktikisht është bashkë në mesin e gjithë këto ngjarjeve, kështu që shumë interesant edhe ajo. Në një pikë konfliktuale, si me thënë, jenë... Po, si stale Cezare, tash Kosovën e pas luftës, në gjuhën angleze kam studiuar atë në Prishtinë, Universitetin e Prishtinës, dhe pak a shumë kisha njohuri. Jo sa kam sot mirë, po student isha dhe o apo në këto farë forcën ndërkombëtare që nevojshin për këtys. Pikë së pari kam punuar për OSBE, në organizator për rrojtimin e zgjedhjeve, që zgjedhjet e para demokratike në Kosovë pas luftës. Aty punova një 3 muaj. Tani u kytën zgjedhje, pas aty aplikova tek fori finlandez për këtys. Mirë po në gjuhën angleze ata komunikojnë shumë me neve. Po do fitova punën aty një 3 vite punova. Në vitin 2005 sa që ky kampi do mbyllet, do të tërheqen pak a shumë forcat finlandeze për Kosovë, se është procedura e tyre tash aty. Kishim na drejt me po pyetje pse çysh. Edhe pse s'kishim dëshirë që ata më largu pi aty. Tani 3 muaj isha i pa punë. Në 2005 në maj fillova kontraktor me kompaninë KBR në kampin Postil, kampi më ushtarak në Kosovë. Dhe aty punova një 5 vite si pozitën logistik coordinator për forcat amerikane për Air Force, forcat ajrore amerikane që bojnë dërgesat një ushtarëve dhe kargos. Pas aty në 2005, dhe në 2010 aplikova për në Afganistan me shumë. Përsëri me forcat amerikane, kompaninë falni. Amerikane dhe fitova pozitën logistic coordinator edhe shoqja ime gruaja, po ne kena të këllë në Bonstel, departamentin për
property department që thënë. Edhe po bisedoj me gruan, them që është një pozitë e mirë. Po ka është e mirë, kështu që është ajo pak a shumë që shty njerëz me ndru venet për... Po, kuptohet, ambicia për një punë më të mirë. Mirë, pajtum, tha, unë po është këtu, tha, po për sot është një vetë, është më shumë zëzgjas. Mirë, po tarë të në këtë rëkoshket, shkumë, së planifikujmë për gjë, dhe u kryu shkova, bana të farë trenimet, kje shkova në Afganistan atje, viti pari, 2, 3, 4, kështu që u bënë 7 vite në Afganistan, kishëm drejt më orë 4 në vetë, për 20 vite me në shpirë. Si e përshkruan pak në përgjithësi punën në Afganistan? Po punën në Afganistan, unë kom punu të departamenti për mekanikën të automjetë, kam qenë administrat, ka qenë punë, nuk ka qenë puna ju në rrezikshme, po qëndrimi në Afganistan ka qenë rrezikshëm. Aty i kam me vetë dëshirë, diçka. Po. Aty po ka qenë mirë, për që u stabilizumë, ka qenë fa punë e përditshme, ka pasur sulme, mirë po fati unë ka desh që përveç se një vajzë ka humbur jetën në Kosovë, ajo Ferzajt, ka humbur jetën ajo në Kosovë, çështo në sulm ka qenë jashtë. Ju foj sa mirë po e tjerë kemi shpëtuar kështu, por që ka qenë edhe eksperiencë e mirë. Çfarë roli luajnë pra ushtarakët që janë në Kosovë për mirëmbajtjen e rendit e sidomos këto kohën e fundit në këto trazirat në veri? Po forcat paqësuese KFOR-i që është në Kosovë është shtylla stabilitetit në Kosovë, për sigurinë në Kosovë. KFOR-i është numër 1. Me ende ka të farë rezolutën 1244 që është përgjegjës për sigurinë në Kosovë. Mirë po tash është policia jonë në Kosovë, se cila ka bën punë të mirë, ka bërë punë sigurisht do bëj punë të mirë. Tani është ajo leksi. Numër 1 është policia e Kosovës me ndonjë konflikt siç ka qenë ky Banjskës, e Oleksi tani është përgjegjës KFOR-i. Nëse këto dy janë mirë në zgjidhje problemin, do të hyjë KFOR-i, që ka forcat okay. Po ushtarët e kanë sigurimin, përsa që është në kampi ku punoj unë, jena me forcat amerikane, kena sigurimin e kufirit anë veriore që është kufiri me Serbinë. Që është pika më delikate e Kosovës. Dhe shumë nga lajmet nëse dëgjojmë sot thuhet se ka mundësi që Serbia të provokojë dhe të mundet bile dhe ushtarakisht të futet në Kosovë, duke patur parasysh bon stili një ndër bazat më të mëdha ushtarake që Amerika i ka jashtë Amerikës. A është e mundur një gjë e tillë? Nuk besoj që është e mundur, nuk besoj që Serbia është çaq, si themi, trime të konfrontohet me fuqinë, me forcat amerikane, posaçërisht. Ambiciet e ka, mos të ishin KFOR-i, po, ajo do të ndodhë, edhe shisë me rastin e Banjskës që ka ndodhur, po zbesoj që ndodhon një gjë e tillë. Të futemi pak në politikë, edhe pse nuk e kemi merak fare. Është pjesë e jetës tonë politika. Para se të vinjen të nisesh për në Australi, po. A u zgjodh parlamenti i ri apo jo? Jo, është ende ku që ndonë kë ngërç politik? Parlamentin e Kosovës. Ma shpejt të zgjidh Papa i Vatikanit se... Ku e shihni këtë ngërç politik? Po ngërçi politik është të opozita pak a shumë, se ishte opozita se tash bëhet dy atë njëjtë, aty skema ende qeverimi, po ata tash është kjo farë inatet politike, si dimi post na shqiptarë të ndër me veti. Jo ti po ne pse mos marrveshja. Ato janë, kështu që shpresoj që ne jemi shumë të mirë individualisht, por kur vjen puna për me bashkë të marrveshje kemi të vështirë. E vërtetë që nuk jem, për punë e këpore nuk jem. A individualisht janë shumë me për shembull sportista, por individualisht janë numër 1 në botë, këngëtarët gjithashtu kanë atë njëra për këtë botën që punojmë si thash me ushtarë amerikanë, kur të përmendin Dua Lipa, Rita Ora, atë pak a shumë nuk e dinë që janë preorën të Kosovës. Tani futbollistët e Majlinda Kelmendi në judo që është sportista që na bën ambasador më të mirë të Kosovës janë në sporti për momentin. Është vërtet. Mirë po se për këtë pyetje sot për politikë, shpresoj të zgjidhet, mirë po është një natë me shumë pesë. A mendoni se ka ecur mjaft Kosova në këto vitet si nga ana e njohjes nga shtetet, por edhe nga përparimi i saj në si shtet? Vitet e fundit Kosova ka ecë, ka bo ecë më të mirë ka bo që largimin e strukturave ilegale sërbë në Kosovë, në pjesën veriore. Unë vetë punaj atje, edhe atje kanë qenë bandat kriminale, kanë vëllë e qatë pjesë. Aty
ka qenë policia pjesëtar serb. Mirë po të cilët i kanë përgjigj banda kriminale, ish kriminalit, tash kriminalit, atë që. Ata kanë posur uniformën e Kosovës, lamunin e Kosovës, mirë po kanë punu me direktivat të Serbisë, Beogradit. E qeveria që shkoj tash u largu me 4 vitin e tëne, i arriti që t'i largaj ata pjatyt, gjithë, dhe vendos pushtetin tonë, pushtetin e Kosovës, jo me i shtyp ata mirë po, me ofru barazit të gjithëve. Pa marrë parasysh qëllës anë etniki i përket. Ajo është përparësia me modë, parim me madhe qeverisë. Do të miratohet ligji për zajednicat? Pa i leqna paka shumë si që dim, ai vetëm është i nëshkuar, prakisht në vitet e më pashme, tash mos ti me detale kejt, tash kjo do të me besoj ona, kjo është opinioni jam, nuk është indikant të dikosh kur gjam mirë, po besoj që kjo do të gjeni mirë kuptime, do të bëhet diçka me ta, se është e farë ngërçi kryesor politik. Po të në talem politikën, përshtypjet e juaj këtu në Australi, sepse pas kaq viteve, ju kthejnë përsëri ato kur keni folur për herë të parë me baban tuaj, keni menduar ndonjëherë se mund të vini në Australi? Jo, s'ku mendu. Të them drejtën, ajo gruaja që përmena Denisja edhe ajo Klara, ju mundu më na ndihmu, na kanë ndihmu, po ju ndihmuan më na provu më na vendos në Australi këtu. Kanë garantuar me të gjitha mjetet që kanë pasur në dispozicion me. Është mirë që ti takosh këto. Është mirë, por nuk kam disa numra të kontaktit. Kam provu prej Kosovë, emaila kam provu, me po dhe emaila shkojnë, nuk kthehen dhe nuk shkojnë, nuk deportojnë, numër nuk lajmëron, kështu që unë do të qëndroj këtu deri të martën, mërkurën, do të them për Kosovë. Pra me vete ke detektiv Cezarin mund t'i gje. Mirë, po nuk do t'ja borën edhe Cezar, sepse e di që është pak a shumë e rëndë ky për gjetje personet, mirë po tash do të sot isha, djesha faktikisht te Kryqi Kuq, Melbourne. Shkova personalisht u lajmërova i tregova rastin për të dyja. Tha që Kryqi Kuq, qeveria australiane pak a shumë ne ka ndalu për me u lumtur për personat. Nuk janë të zhdukur, mirë po mund me ngurën e sigurimit. Por mbyll po tha nuk jem. Tha na me kjeshta, po ti më shku në Prishtina me qenë në rast hapje për kanë Australi. Atë tha më shumë nuk mundna na me bë për gjë, kështu që Fal, Baton, a keni patur ndonjë komunikim me ambasadën e Kosovës këtu në Australi? Jo, ambasada si se poshën se kum pak a shumë lumtur para se më. Para se di, okay. Ambasada është vendosur në Canberra. Po. Canberra. Nuk e ke ndërmend ta vizitosh. Larg është, kështu që do të bën me alësh larg, është nuk duhet të bën parë kërkojna. Mirë, herën tjetër duhet ta planifikosh pushimin pak më të gjatë. Herën tjetër do sjellë, kam fa do sjellë familjen këtu, shoqën e dy djamt, se ne është vetëm kjo fare. Të na vish nëntor, sepse nëntori është i mbushur plot, por edhe shkurtin këtë vit patëm disa aktivitete në shkurt. Ashtu që do të mund t'i takosh shqiptarët e kanë fjalën. Kemi disa festivale, disa mbrëmje. Faleminderit. Baton, nga ajo që kanë thënë prindrit, janë bërë pishman që janë kthyer në Kosovë apo mendojnë se kanë bërë vendimin e duhur? Jo, prindrit se shumë kanë qëndruar këtu dhe të tjerë kanë vendosur të kthehen. Po, kanë qëndruar, ama ato qëndrimi që e kanë ata nuk tash e kanë zgjedhur vetë, se që zgjedh për jetën e vet. Mi po jo, familja ime, familje tjerë që më këthy, që të tregova kushende, falni, nuk janë pishman që më këthy. Okay. Nuk janë pishman që gjithë këthy në shpinë e vetë, sepse shpi, Australia ka, si çdo vend, ka këtë gjithat mijat, unë tash jam këtu që prej të mërkurës, që kom fillu këtoj mëngjesin e po në Australia, jem shërinë në për Melbourne, paka shumë, që du me Cezar, ma ku kom ujtë me shku ato, mirë po, si shpia jote, nuk është të tjetër. Shumë mirë. Ne kemi shumë për të folur, por person vend vetën e vërtetë është. Po nuk janë pishman që janë këtu ata. Dhe unë dëshirojmë që edhe kjo vizita tuaj të përfundojë tek Guri atje ku e ka dhënë baba yt, do të ishte. Shpresoj ashtu është, mi po baba tash e ka dëshirën që me pos mundësi me personal këtu në Australi, është dëshira tina jetësore. Mi po më simullar është mu aplikova për vizë. Më dha viza ke tash po shkoj pak a shumë një për familjet në që kam mundësi tash me vizituar atë fare vendin e. Keni bërë vendimin e duhur edhe shpresoj që të shihemi pas
pse jo, 2-3 vitesh prap. Po, pse jo, po. Do shta edhe pak më shkurt, Po më shkurt si stave kolegu në mentuar. Edhe ne të falenderojmë shumë që na ke kontaktuar edhe erdhe sot në program. Programi jonë është për fat keq i shkurtër nga njerë shumë. Armiku më i madh e Kaq janë kemi minutat për sot. Sa përfunde kam një dhuratë nga prindështu. Dhuratën do ta bëjmë mbas programit, do tatuash, kemi do akoma shta në do tatuash. Facebook, në rrjetet sociale. Është modeste, nuk është Shumë bukur. Ne tani do të zihemi kush do e marri këtë. Faleminderit shumë. Që ja dhënë boba i tekstin. Faleminderit edhe dëgjuesve. Vlerësojmë shumë. Faleminderit. Shumë bukur. Shumë faleminderit që ishi këtu, do të vazhdojmë të kontaktojmë, të jemi në kontakt dhe do të dëgjojmë përsëri. Të nderuar bashkëtar, faleminderit që ishit me ne. Ju përshëndesim, të martën takojmë përsëri. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.